më flisin dhe më afroheshin shumë. Jo se jam ndonjë bukuri e rrallë, por duke qenë një person i njohur dhe dinin që isha beqare dhe më thoshin gjithmonë, doktoresh, dhe unë jam beqar, dua t'jap një kafe, dua t'jap një drekë. Dhe gjithmonë thosha jo, nuk pranoja, sepse ishte shumë e lehtë për ata që më njihnin mua të më manipulonin, por unë nuk e njihja. Ndërsa Jori me ato mesazhet e bukura, gjeti mënyrën ta merrte kalan nga brenda, më foli për veten e tij pak, edhe më tha jam më i vogël, por nuk ma tha moshën. Edhe unë kur ma tha moshën i thash absolutely jo, nuk dal as kafe me ty, as nuk flas me ty, i thash sepse unë si njeri jam paragjykuar shumë gjithë jetën time dhe nuk mund të vazhdoj të jetoj jetën e paragjykuar. Kur tha pasaj që si kam prindrit, nuk i kam familjen dhe më nisi historinë e tij, aty u preka, se unë jam njeri që prekem jashtë mase shumë. Nuk e shikoj se shumë njerëz flasin, është i ri, do të lëri, do letrat amerikane. Asnjëherë nuk e shikoj jetën në atë pikpamje negative, se them dhe nëse do ndahemi, largo Zot, se do ai humbet, nuk humbas unë. Kështu që nuk besoj se ai do të lëri një vajzë si mua. Dhe është në proces dokumentash për ta marrë dhe për të jetuar të dy së bashku aty. Po, unë i marr, u vëj dokumentat, i rregulloj me pasuri, me lek, me letra. Pastaj fillon nga e pak. Se më shaka.